Sot është një ditë e bukur dhe e rëndësishme, e diell me diell. Unë para se të vij këtu në Fakultetin Ekonomik e Juridik të Universitetit Prishtinës, e vërtetova në webfaqen e Komisionit Qendror Zgjedhor se a e kam saktësisht këtu sikurse herën e kaluar vendvotimin, dhe vetëm kur u konfirmua kjo gjë, u nisa, prandaj i sugjeroj të gjithë qytetarët e Republikës që paraprakisht ta kontrollojnë vendvotimin dhe atëherë kur ta verifikojnë që e kanë aty ku kanë menduar, të nisën në këtë ditë kaq të rëndësishme për institucionet e Republikës Kosovës, për qeverisjen në vazhdim dhe gjithashtu për mbarvajtjen e Republikës. Sa më e lartë të jetë dalja e qytetarëve në zgjedhje, aq më i madh është legitimiteti i institucioneve dhe aq më solid stabiliteti i tyre. Sot vendosin ata që votojnë, prandaj edhe u bëj thirrje qytetarëve të Republikës Kosovës që ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike, ta përdorin mundësinë qytetare të përcaktohen për përbërjen e ardhshme të Kuvendit të Republikës në legjislaturën e 11.